Këtu te ne është, e kupton, është kjo mos vlerësimi i asaj. Ase të gjithë dim ta bëj. Apo Peshku do verë të bardhë, mishi do verë të dhe kuqe dhe kaq. maskilizmi që e kanë që të natyrën ku e u bën femra. Por ja që jemi shumë lartë dhe mund të them që femra është ajo që do ta sjelli dhe e sjell botën. Rrotull. Përshëndetje të dashur miq, në episodin e radhës In the Flow, ku shpesh herë kam dëshirë që të ftoj miq ose mikesha të vjetër, jo të vjetër në moshë, por të vjetër në shoqëri dhe në njohje, për shkak të veprimtarisë së tyre të vlefshme në turizëm sidomos, por edhe në rrafshin njerëzor. Një mikesh të tillë kam sot dhe ajo është Endela Cenko, që në fakt unë nuk dua ta quaj më thjesht sommeliere, sepse ajo është mbi të gjitha një njerëz i shkëlqyer, tashmë edhe një poete, por sigurisht unë e kam ftuar këtu si sommeliere, përfaqësuese i një sektori shumë interesant të turizmit, që është pra turizmi wine tourism ose turizmi i verës. Mirë se më erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit shumë që jam me si mund mos të ftoja unë ty që je e vetmja sommeliere vajzë, femër, në botën e sommelierisë shqiptare dhe në fakt me jo pak le të themi rekorde ose shenjime të karrierës tënde në sommelieri, pra në fushën e verës, jo vetëm si e vetmja sommeliere femër, por tashmë edhe e diplomuar dhe e graduar në shkallë të ndryshme të kësaj fushe të bukur që po e bën gjithnjë e më interesant turizmin shqiptar. Më fol pak për këtë gjë. Po e bukur. Tani vërtet që jam femra e parë, por tani është shqyrë që Zotit fillojnë dhe stafetat, kanë filluar dhe vajzat e tjera të jenë në këtë fushën e sommelieres, sepse është fjalë shumë e madhe për të marrë këtë titull sommelier. Se ne kuptojmë vetëm vera, por nuk është vetëm vera. Është një botë shumë e gjerë, që duhet njohësh gjithë botën e varieteteve autoktone që ka mbar bota. E bukur e shumë e vështirë, sepse është një gjë që kërkohet çdo ditë, nuk është se sot ne mbaruam dhe kjo është. Jemi në një search të vazhdueshëm, një kërkim të vazhdueshëm të shijeve të ndryshme, të aromave të ndryshme. E bukur, thash, po edhe vështirë, por edhe një satisfaksion që të jep vera, ashtu siç unë e dua dhe e dashuroj. Pse ti e zgjodhe këtë profesion? Të dyja bashkë zgjodhëm këtë. Vera dhe unë, duke qenë se u rrita me këtë lloj kulture në familje, me aromat. Dashje pa dashje me turizmin kam pasur një qasje shumë të hershme. Kam qenë menaxher e restorantesh dhe hotelesh për shumë kohë në gjithë Shqipërinë dhe me Verën kisha një afrimitet shumë bashkë, kishim shumë bashkë. Shumë mikesha, afrimitet shumë. Dhe më thriste kudo dhe kështu që ne u lidhëm më së shumti dhe arrita në të lloj nivelet që sot profesor Shqipërinë në kompeticionet e botës. Unë dua të të bëj një pyetje që në fakt është jo e vështirë për të përgjigjur, por ndoshta përgjigja nuk mund të mos jetë shumë e pëlqyeshme. Sa i vështirë është tregu shqiptar për një vajzë sommeliere e cila kërkon të edukojë, dhe kur them edukoj e kam gjithmonë fjalën profesionalisht, restorantet shqiptare në përzgjedhjen e verave dhe sigurisht ofrimin ose sugjerimin e tyre të kombinuara me ushqimin mëkatës. Në fakt është shumë e vështirë. Edhe sot që flasim që është 2026, më ndjej një vështirësi shumë të madhe. Ka filluar të ndryshojë si mentalitet, por është shumë i pakët. Të shohim me një sy ndryshe, jo si vendet fshinje, që ne na shohim me një sy shumë të dashur, shumë afrimitet, me një qasje të shumë të mirë. Këtu te ne është, e kupton, është kjo mos vlerësimi i asaj. Ase të gjithë dim ta bëj. Apo peshku do verë të bardhë, mishi do verë të kuqe dhe kaq. Dhe maskilizmi që e kanë që të natyrën ku e u bën femra. Por ja që jemi shumë lartë dhe mund të them që femra është ajo që do ta sjelli dhe e sjell botën. Rrotull. Dhe këtu nuk bën përjashtim as vera. As vera.
Në fakt nuk di pse, pavarësisht faktit që duket sikur vera apo alkooli janë domen ose atribut i meshkujve, i burrave. Mua vera dhe gjinia femërore më duket sikur shkojnë shumë mirë bashkë, edhe janë një binom që si të them që së bashku me poezinë, vera, poezia dhe femra bëjnë një trinom të artë. Janë të trija kuptonja shpërthime. Në këtë rast në fakt ne themi gjithmonë që vera është poezi në gotë, por në rastin tënd Entela kemi verë dhe poezi bashkë, pra nuk kemi nevojë që verën ta shndrojmë në poezi, sepse ti poezinë e ke poezi, sapo ke botuar një libër të tillë, pra me poezi, dhe nuk di nëse ishte vera ajo që të bëri ty të shkruash poezi, apo ishte dashuria për poezinë që të shtiu që të merresh me verën në mënyrë instinktive. Në fakt ishte vera ajo. Që të bëri poet. Brenda librit ka poezi të shkruara nga degustimet që kam bërë të ndryshme. Dhe me misit që kam, ose me miqt, me turistët që me vende të ndryshme. Në fakt, librin e kam menduar jo vetëm për vete, e kam menduar edhe për Shqipërinë. Duke qenë se janë edhe restorante të ndryshme që unë kam bërë evente. Dhe librin do ta përkthej në 2 gjuhë, që do ta çoj dhe jashtë, unë kam marrë një aprovim nga Italia, që do bëj një provim në një kantinë super të madhe në Itali. Dhe dua ta promovoj si pjesë jo vetëm të Entelës, por edhe të Shqipërisë edhe të turizmit shqiptar, sepse unë fare neve kemi etiketa shumë të mira vere, kemi varietet shumë të mira dhe të 2 bashkë, të 3 bashkë, ne do të thurim gjithkush, sepse ai sa na njohin dhe aq na njohin si vend, me kulturën që kemi, me traditat që kemi, me varietetin që kemi, sepse me malin, me lumenc, me florën, me faunën që ne kemi të mrekullueshme si Shqipëri. Në fakt, mendoj se kulturën e verës e kemi rifituar, pra ne kemi histori të lashtë me verën, duke shkuar deri thellë tek përardhja jon ilire, por tashmë, pra pas viteve 90, mund ta themi me plot gojë që kulturën e verbërjes e kemi rimarrë nga Italia. Shumë shqiptarë që emigruan në Itali, panë se çfarë bëhej atje me vreshtat dhe me verën, me kantina që janë kthyer në dinasti, qindra vjeçare, që e kanë trashëguar pres pas presi familje të ndryshme dhe erdhën ta bëjnë këtë gjë në Shqipëri me sukses, do thoja. Tani, unë dua të pyes ty. Ka verë të mirë Shqipëria dhe ka kantina të mira që po ecin në rrugën e duhur të verës cilësore? Pra, mundemi ne tani ta quajmë veten një vend i verës? Konkurrojmë dot thelësisht? Pra, nuk dua të bëj historikun, sepse po t'i kthehem, kemi festivale ku verat shqiptare fitojnë çmime. Por po flas, duhet të pyes ty si sommelier, sepse ti je një njohëse e brendshme, e thellë e verës. Do shoh, kam parë, dhe kemi një lloj jo fotollëku, po një lloj që me pse këtë qasin ne jemi kush jemi, kur ne jemi duke u rritur, pa i vënë gishtin askujt. Unë tani në fund të majit jam në një pozicion, duhet të marr 30 herë kantinat për të shkuar në përfaqësues në Kraci. Është shumë punë e lodhshme, sepse kemi marrë dhe pak super xhiro në këtë mentalitetin e një vere të mirë. Ne kemi verë të mirë, kemi varietete shumë të mira, por duhet të punojmë akoma më shumë për të mbajtur emrin e Shqipërisë, sepse nuk është vetëm një vit vera. Vera ka histori, sepse është një historik. Është kushti klimatik, është zona, është historiku saj, është varieteti. Pra është një produkt delikat që nuk është si teknologjia që në momentin që e ke krijuar e di që e ke të mirë. Vera si vjet mund të dalë mirë dhe vitin tjetër mund të ketë shumë probleme. Dhe ka një rregullator në të bërë të verës, ka një rregullator të mbajtur të verës dhe një rregullator si shitet vera. Sepse ne mund të kemi një verë të mirë, por si e kemi këtë shpërndarjen e një të pirit dhe konsumatori, nuk është thojmë vetëm te konsumatori shqiptar. Ne po ndryshojmë dhe mentalitetin në restorante shqiptare, sepse deri dikur nuk ka pasur në menu të fare as një kantinë shqiptare. Tani po vjen edhe sepse në Shqipëri po vin turista. Kjo po ndryshon dhe mentalitetin. Verën tonë. Po kemi dhe shqiptare, unë bëj degustime me vera shqiptare dhe kanë interes shumë të mirë
për të njohur kantinat tona. Ato që janë më të afërta dhe ato që duan varietetin tonë shqiptar autokton, që ne kemi shumë varietetet shumë të mira që nuk kanë absolutisht asnjë lloj ngjashmërie me varietetet e botës. Se ne mund të themi për një shesh, sheshi, po sheshi nuk ka ngjashmëri me asnjë lloj varieteti. Është pulsis, nuk ka ngjashmëri, është vloshi, nuk ka ngjashmëri, është serina, nuk ka ngjashmëri. Por kalmetin thonë që kanë një ngjashmëri, por në fakt në vetë nuk ka, sepse ADN-ja e tij është e pastër, nuk ka ngjashmëri, edhe në bankën kryesore të ADN-s në Zvicër nuk ka një lloj ngjashmërie me kalmetin. Pra po thua që kemi potencial të mjaftueshëm për të zhvilluar produktin ton origjinal dhe autentik, i cili mund të konkurrojë denjësisht edhe si i tillë. Pra jo vetëm si një verë cilësore, por si një produkt autentik që vjen nga Shqipëria. Patjetër, por që duhet të kuptojmë që të jetë një verë vërtet. Një verë që ka vlerat 100%. Që unë kam hasur në kompeticione që më kanë thënë gjykatësit e verës, kujdes me sulfitet, sepse ne mendojmë se sa më shumë sulfite të kemi në verë, atëherë kemi ruajtjen e verës. Jo, ajo është shumë e dëmshme, sepse nuk jemi të aftë për të kuptuar, jo se jemi të aftë që ta bëjmë të portojë një historik edhe për të mbajtur dhe për të ruajtur verën. S'mund të themi që mua kjo më ka dalë 16% dhe unë do ta bëj vjetrimin e verës. Ka procedura, ka protokoll për të bërë një verë ekselente dhe për të mbajtur. Megjithatë, neve po ecëm me hapa shumë mira dhe shokoj që turistët po e kërkojnë, sepse verat shqiptare kanë shkuar në botë, kanë shkuar shesin. Po, edhe në përtregje. Jo vetëm në për festivale ose panajire, por edhe në restorante. Ka restorante shqiptare shumë në Amerikë, në Kanada, në Zvicër, në Angli, që po e njohin. Ka edhe një sistem që shitet online në gjithë botën, që është një shqiptare që ka përbërë etiketat shqiptare. Por duhet të jetë akoma më e dukshme, më e pranishme. Më thënë, është një kompeticion, ne duhet të shkojmë si Shqipëri, mos kemi këtë që unë e çova në Francë, por nuk do ta çoj në Maqedoni. Ndoshta Maqedonia është tek sepse ne kemi më afër këta si pushues që të vinë këtu për ta njohur. Ose ndoshta kanë frikë të konkurrojnë me verat e njohura maqedonase ose malazeze për shembull që nuk dua kanë trik ose edhe me verat e Kosovës. Nuk dua ta them këtë, e kuptoj, po them që kanë shkuar në Francë, kanë pasur një vlerësim shumë të mirë dhe tani me që ka shku në Francë ne nuk shkojmë në vendet e Ballkanit. Do thënë kanë këtë, unë them që kemi këto probleme tona. Megjithatë unë them që ne kemi një potencial shumë të mirë për të bërë verë të mirë. Me çfarë kuptova unë nga biseda jote, nëse do të përktheje në dy fjali, këto dy fjali do të ishin: lëreni verën të jetë ajo aristokratja dhe ju bëni modestin ose tregohuni pakës më të përullur për ta përqafuar ose për ta synuar tregun si të madh ashtu edhe të vogël, si të afërt ashtu edhe të largët për të prezantuar verat shqiptare në botë. Faleminderit që ma kuptove të që them këtë, sepse vera është aristokrate. Vera është aristokrate. Siç e thamë në pak më parë që femra, nëse historia e shampanjës ishte për nder të një princeshe që dhe ajo për rigotën e shampanjës, kupën e gjitha për bulsat që ishte. Domethënë ajo është klasifikuar, vera është si vështësia dhe naiviteti i një femre dhe bukuria e saj është aty. Kështu që prandaj them që ne kemi megjithatë turizmin neve po e zhvillojmë dhe më vjen shumë mirë. Të ndalojmë pak këtu tek turizmi që po e zhvillojmë dhe po e zhvillojmë shumë mirë. Ka një tendencë për rritje të tureve të verës, pra wine tours, që janë ture eksperiencash, shpesh herë përzihen me tendencat e reja ose më të fundit që janë të cooking class, sepse le të themi që ture vere kemi pasur edhe 10-15 vjet më parë, kur sa po tentohej. Di për shembull që Berati me Çobën janë ndër pionierët e parë që kanë le të themi kanë shpikur ose kanë sjellë në Shqipëri turet e verës, degustimin e verës, me tre gotat e famshme, pra e bardhë, roze, kuqe, me djathra, me prosciutëra. Derisa edhe këto u bën, le të themi, traditë dhe tashmë në shumicën ndërmuese të kantinave të Shqipërisë, jo vetëm që bëhet degustim, por kanë filluar
le themi t'i bëjnë hizmet edhe estetikës, pra kantina të bukura, të ndërtuara me arkitekturë të bukur, shpeshherë i krahasojmë me Toskanën, megjithëse edhe ne vetë kemi tashmë tipare origjinale që nuk kemi nevojë t'i krahasojmë me Toskanën. Si mendon ti se është e ardhmja e turizmit të verës në Shqipëri? Pra, do konsolidohet, do mund ta quajmë nesër një sektor apo do jetë një pjesë përbërëse e tureve kulturore? Unë kam shumë shpresë që ne do konsolidohemi si të bërit verë Shqipëri. Shqipëria do arrijë në një nivel shumë të mirë. Duke pranuar atë që ne jemi sot. Ne nuk mund të krahasohemi me asnjë lloj vendi, se jemi ne. Ne nuk mund të vëmë çmime të larta, se jemi ne. Ne nuk kemi historik për të vënë këto çmime, me këto kosto të larta. Unë e sugjeroj për të mirën e tyre, se s'mund na ngili vera në kantina me shumë vite pa shitur, sepse nivelet janë të larta të kostos. Nuk kanë faj, sepse kanë kosto shumë të larta, por duhet të mbajnë pak nivel më të ulët, sepse kemi vera që vinë nga jashtë dhe janë më të ulët se shqiptarët, dhe shumë herë kam hasur edhe në restorante të ndryshme. Por Shqipëria do ketë vendin e vet në botë për verat. Aq e vogël, por dhe do ketë. Po të bëhemi unanim të gjithë. Do kemi një shpërthim shumë të mirë. Tani Kina ka edhe vetë si vend, po prodhon verë. Po do një gjë ndryshe. E qartë. E do. Po ajo që ta marrim ndryshe, do hektolitra pafund, neve se furnizojmë dot. Por po të bëjmë gjithë bashk, unanim, domethënë kantina të keni bashkëpunim me njëri tjetrin e gjitha, ne gjithë të shitje mund ta bëjmë kudo. Të krijohet një sasi vere me varietete të ndryshme që të krijojë varietete, domethënë unë kam shumë dëshirë që të bëj promovimin e varieteteve shqiptare, domethënë autoktone. Sepse Habitat krijon shumë nacionalitetet, Chardonnay, Savignoni, Cabernet, Petiti, gjithë varietetet internacionale tek ne krijojnë një habitat shumë të shkëlqyer, sepse ne kemi klimën shumë të mirë, sigurisht kushtet klimatike kemi dhe tokën e kemi shumë të mirë, pavarësisht se problematika të ndryshme, por që kemi një prodhim shumë të mirë. Dhe kujdesin, rajet nuk e lejnë edhe smundjet të jenë shumë të pranishme për shumë arsye, por ne të gjithë bashkë duhet të jemi bashkë, jo të veçuar. Shiko, së fundmi kam zbuluar një kantinë e cila nuk është gjë tjetër veç se ish fabrika e dikurshme e pijeve ose e verës në Delvin, që ka një kapacitet gjigant, e ndërtuar qysh në vitin 1953, por rindërtuar ose rinovuar në vitin 1987 dhe punoi shumë pak gjatë kohës së regjimit komunist, me një kapacitet 1680 ton për punim, pra rreth 1700 ton, po themi rrush, dhe me një kapacitet rreth 3 milion shishe në vit. Është kapaciteti prodhuesi i kësaj kantine ose fabrike. Sigurisht ajo nuk prodhon kaq aktualisht, sepse do duhet të mblidheshin gjithë breshtat e jugut. Domethënë, me këtë kapacitet ishte menduar dhe konceptuar. A mendon se kantina të tilla që kemi në Librazht, në Delvin, në Korç, në Durrës, Skënderbeu, domethënë kemi 4-5 të tilla, në mos më shumë, të cilat kanë një kapacitet marramëndës në raport me, le themi, me përmasat e Shqipërisë, pra 3 milion shishe verë në vit vetëm nga një kantinë, nëse ne i furnizojmë, kur them ne, kam parasysh vreshtarët, pra bizneset ose sipërmarrësit, fermerët e rrushit, e vreshtave, mendon se mund t'ja arrijmë qëllimin që t'i bëjmë këto kantina të punojnë me kapacitet plot dhe të shkojmë drejt kësaj që thekë? Patjetër shumë po. Pse jo, neve kemi mundësinë për ta bërë. Por atë dua të them qasin që ne të shkojmë jashtë. Domethënë jo të ngelemi vetëm këtu. Jo aq pak. Do kemi më shumë. Duhen krijuar fidanishtet e dikurshme pastaj. Domethënë kooperativat, po themi që kooperativat po, siç ka filluar agriturizmi tani të ketë punë. Po. Se janë mbledhur. Janë mbledhur. Kuptimin që e ka bërë Altini dhe e ka bërë në mënyrë perfekte, po ka mbledhur këtu. Sepse ne dolëm nga një sistem që
Ne urrenim kooperativën, po kooperativa ishte ajo që mbledh që edhe bota punon në kooperativë. Ne urrenim sepse ti duhet punoje gjithë ditën për një pagë shumë të vogël që po jetoje, por sot është ndryshe. Nëse është një sistem privat, ajo shkon perfekt që ne të bëhemi bashkë të gjithë. Dhe tendenca edhe një turizëm po shkon me një agriturizëm ose me një resort që i ka të gjitha facilitetet, të gjitha shërbimet i ka në një vend. Një kantinë, një fermë, një vresht, një bazo, po një ullishte, po të gjithë bashkë. Edhe ato, edhe turisti, pse duhet të marrë vetëm një tasting wine, të marrë edhe një proponim gjasi, të marrë edhe një proponim vaj, të marrë, sepse ne kemi këtë gjë. Dhe turisti, ja themi, ku e do, si e do shërbimin, po, nga aja dhe të zhëja. Ja, unë kam një projekt tani me Amerikën dhe unë Amerikanë do t'i bëj një tur të përgjithshëm në Shqipëri. Por unë do t'i çoj unë aty, do t'a çoj në plazh luxury. Unë do t'a çoj aty te balta, te dheu, te kantina, te vreshti, që ai të kuptoj se tek ato ferma që kanë një derë që rrisin sepse ato kanë, e kupton, duhet të shikojnë ato derkucat, e kupton, ose duhet të shikojnë anën tjetër të lodhve, të shjerave. Nëse ne kemi sepse pak më parë unë kam qenë nga vendet më të bukura të Europës dhe po diskutonim për pjesën e birës, sepse unë tashmë jam dhe sommelier e bire. Dhe isha një trajnim për birën dhe po diskutonim për pjesën e produkteve të birës dhe kur unë mi thoja që ne kemi se kisha shumë nacionalitetet të ndryshme në trajnim, që thosha ne kemi lumi, kemi liçenin, kemi mali, kemi detin bashkë në një vend, si thonë në një vend, po në një vend edhe marr Shkodrën tani, filloj me Shkodrën, filloj me liçenin, filloj pastaj me lumin, me punën, filloj me detin, e kuptoj Adriatikën, detin, male, letina. Edhe ato ngilën kështu si ka mundësi ta. Ja këto jemi ne, këtë potencial kemi ne. Sepse e kemi. Jo, sigurisht e kemi dhe ata e vënë re këtë gjë. Pra pavarësisht problemeve shumë të mëdha që mund të kemi në ofrimin e kësaj infrastrukture, por gjeografia është, njerëzit janë, këto sipërmarrje agroturistike po përpiqen të udhëzojnë me gjithë vështirësitë e mëdha. Nuk do ishte keq domethënë edhe që t'i jepi një dorë fjala vjen nga shteti për të solucionimet duhet të jenë absolutisht duhet të ketë një mbështetje shumë të madhe. Po, për t'i financiare dorë ose për t'i mundësuar që këto gjëra të bëhen sa më shpejt dhe të jenë sa më efikase. Shoh që një pjesë e mirë e sipërmarrjeve janë në këto ngërçet e mëdha financiare, ja jemi duke bërë diçka, të gjithë i dëgjoj. Jemi duke bërë diçka, mendoj që do dalë një gjë e bukur, po ja, të bëjmë çik lek si vjet, inshallah punojmë pak si vjet që të kemi mundësi të investojmë, domethënë formulat nuk janë të mira, pra formulat e institucioneve, të shtetit, të mekanizmave ndihmës nuk janë hiç të mira që t'i japin një dorë, po them edhe ta bëjmë këtë gjë shpejt. Megjithatë këtë unë do hedh pak verë. Patjetër që do hedhim verë. Mendova që të bëjmë gëzuar sepse si mund të bësh le të themi bisedë me një sommelier edhe mos bësh gëzuar me një gotë verë. Ja, më thuaj ti. Po, unë nuk të kam pyetur kur si mund ta njohim verën. Ja, për shembull, unë jam një verë dashse, ja gëzuar. Por nuk mund të them që jam një njohse verë. Pra, nuk e marr dot këtë atribut përsipër. Po mirë, në rast të parë duhet të njohësh, të lexosh etiketën. Aha. Çfarë është? E lexova etiketën, është verë shumë e mirë. Varieteti, kantina, dhe pastaj do shikojmë këto pjesën e ngjyrës së saj, kolori që thotë. Pastaj këtu fillon edhe e oksigjenon, sepse duke qenë se sa përqind alkool ka, fillon edhe të bën të rrotullimin, se rastësisht nuk bëhet kjo bëhet sigurisht. Kjo bëhet ne po përpiqemi ta aplikojmë këtë me një verë të rastësishme në kuptimin që mund të jetë verë çfarë. Por ajo gjë e bukur që është, këto lotët që janë të tregojnë edhe nivelin e gradës alkolike që ka. Pastaj është nuhapja, që është shumë. Era qershi. Që ka një qershi. Pastaj e provojmë, jo, pra kur fillojmë dhe nuhasin, fillojmë dhe perceptojmë ato aromat. Prova është ajo e fundit që thotë që atë që unë perceptova unë do ta gjej tek lëndë. Është një verë shumë e mirë. Megjithatë, unë po rri tek shija, tek shijimi i verës, tek njohja e saj, sepse mendoj që ti tani ke plot nxënëse, po përpiqesh të hapësh një akademi. Po?
Fasar më duket? Jo fisar. Fisar. S'ka gjë. Jo s'ka problem. Ndjes. Jo s'ka gjë. Çfarë po bëhet me këtë akademive? Kemi shpresë të shikojmë sommeliere në të ardhmen? Fisar është Federacioni Italian Sommelier Alberghi Restoranti në Itali. Është një shoqatë internacionale që është në Gjipoto, por i lindur në Itali. Unë jam pjesë e saj. Na dhënë të drejtën që ne të hapim akademinë, kurset e sommelierit profesionist këtu në Shqipëri. Ka një interes shumë të mirë. Në tetor fillojnë për shkak të kohës edhe sepse gjithë studentët që janë punojnë sezoni verës erdhi dhe ne nuk arristim do jetë zëm. Por që nuk kam vetëm nga Shqipëria, kam edhe nga Kosova, kam goxha të interesuar edhe në Kosovë për të ardhur për ta ndjekur. Kam edhe pedagogë që janë të ndryshëm dhe duan të bëjnë nivel e parë vetëm për të kuptuar një botë që është ajo bota e verës, që është jo vetëm brenda të pirit, por edhe si arrihet të fillojë dhe ta ndjejë çukur në fidan edhe në gjithë rrugtimin e saj, sepse ka një rrugtim shumë të bukur dhe ka një interes, por do shikojmë deri në tetor se si do jetë. Kryesisht është 12 leksione nga 3 orë dhe degustim, po. Pastaj duhet të bëjmë një tur në kantinat shqiptare për të kuptuar çdo student se çfarë do të thotë. Megjithse ti do jesh këtu në rolin e pedagoges, pra mësimdhënëses, ti vazhdon të nxësh për vete vazhdimisht. Do të thonë, unë sa herë që të marr në telefon më thua jam duke përgati masterin, jam duke përgati doktoraturën, do shkoj do ndjek këtë fakultetin, këtë kursin, këtë trajnimin e më radhë. Do të thonë, je gjithkohën duke mësuar. Çfarë po bën aktualisht? Do të thonë, çfarë masteri ke në dorë aktualisht? Mbylljen e masterit ose të shkollës së kuzhinës në Le Motier Paris, jam në vitin e tretë. E vështirë, shumë e vështirë, sepse unë tashmë jam marr nivelin e kritikës ushqimit në një Michelin. Dhe doktoraturën në Rom, që e kam marrë, shqyrëzote, e kam arritur. Ajo ka të bëjë me smundjet neurologjike dhe të ushqyert. Është një kërkim shumë i fortë, shumë i vështirë. Nuk e di se si do të arris. Pastaj kam dhe nivelet e sommelierit, sepse do thash edhe pak më parë që sommelieri duhet të fillojë dhe vazhdimisht. Jemi në master sommelier që bëj çdo vit. Çdo vit bëj 2-3 muaj kërkim për verat. Edhe një gjë të fundit që është plotësisht njerëzore, por që unë nuk mund të ri pa e përmendur, sepse kur kam përpara portretin tënd nuk mund të mos flas për anën tënde të mrekullueshme njerëzore, që të mendosh që ti bën kaq shumë gjëra dhe ndërkohë ke edhe një ngarkesë tjetër që është sigurisht personale, po sa është personale aq është edhe njerëzore. Mami Vjoca që vazhdon të ketë problemet e saj shëndetësore, e gjithë e dim sfidën që ajo ka me Alzheimerin, dhe ti nuk e braktis ose nuk e lë vetëm për asnjë sekond dhe gjen kohë për të bërë gjithë këto gjërat e bukura që thua, që kërkojnë lëvizje fizike jo të vogla, pra Paris, Rom, Itali, Shqipëri, kudo nëpër Shqipëri, nëpër cepat e Shqipërisë, se megjithatë gjen kohë edhe për të kujdesur për Shiko, dashuria, për them nëse një person e don, dashuron, çfarëdo lloj, në pjesëtar të familjes, për mua koha gjehet, nëse e don diçka. Dhe mami sigurisht është shpirti im, është jeta ime, në datën 7 maj ajo ka ditëlindjen dhe unë bëj promovimin e dytë të librit, sepse librin e kanë kushtuar mamit, sigurisht është brenda meje, është me mua, dhe çdo poezi që unë kam në libër mamit para se të mund ta hidhja në letër atë ja ke lexuar, të më aprovimin e kam marrë nga mami Vjoca dhe unë do të jap një mesazh që çdo gjë e bukur duhet, por mbi njeriu e dashur, të nëna dhe babain nuk do të bëhet kurrë asnjëri të qartë. Asgjë nuk ka kuptim nëse humbasim dashurinë për familjen. Edhe për çdo gjë dashuria është shumë e bukur. Domethënë, kur unë bëj poezi më tha një vajzë, ti je dashuruar, domethënë për partnerin, për çfarë.
Thash po unë jam e dashuruar, po unë jam e dashuruar me gjithçka. Po. Unë dua gjithçka, unë dua çdo qenie Do kuptoj që shumë jetoj. mirë, po. Dhe atë lulet i dashuroj, ajrin e dashuroj, tokën e dashuroj, e dashuroj. Je Kjo duke është folur me një njerëz që e shpreh dashurinë në të gjitha llojet dhe Prandaj ta format, e kupton edhe për lulet, siç thua, unë i bëj leve luleve si të ishin njerëz, fëmijë. Fjala vjen në njëjta gjë ndodh edhe me verën, edhe me ujin, edhe me librin, edhe me një rrezë dielli. Do të thënë, njeriu mund ta shpreh dashurinë kudo, por e rëndësishme është që vërtet mos lër pas dore njerëzit e dashur. Ma thuaj pak titullin e librit tënd të parë në poezi? Nota frutore e një puthje. Nota frutore e një puthje është një titull shumë i bukur për t'ia vënë një libri, por edhe një poezie. Edhe unë do doja që ne këtë bisedë shumë të bukur ta mbyllim me ca vargje në një mënyrë krejt pazakon, sepse në përgjithësi unë emisionet janë pra kryesisht në rrafshin turistike dhe i mbyll me urime, me suksese, me radhë, por ama ta mbyllësh me vargje është vërtet shumë bukur edhe unë do ta vlerësoja shumë prej teje. Ta the, është në tërësi, është shumë e bukur, unë nuk e kam në libër, por e kam kushtuar gruas edhe jetës. Do ta vendosësh te libri tjetër, pa diskutim. Në gotë derdhet koha, rubin e qetësi. Si hapat e një gruaje që mbarët një fshehtësi. Vera kërkon ajër të marrë frymë të çelet. Si shpirti i saj për botës si kthehet. Ka vjetrim që splaket, por merr tjetër vlerë. Si buzëqeshja që mbetet edhe pas një dimre të vështirë. Njëra ka aromë, letërsia e lulesh në pranverë. Tjetra ka forcën e hesës që të bëjë të ndjesh i lirë. Të dyja kërkojnë duri, një dorë që i njeh. Një sy që shen për të ngjyrës aty ku drita në nxe. Sepse ashtu si vera që ndryshon në çdo vit. Gruaja është poezia në çdo ditë të habit. Të dashur miq, kjo ishte Entela Cenko, një person shumë dimensional, e cila është jo vetëm një someliere, por është një figurë që unë mendoj që e nderon dhe e ngre lart figurën femërore. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju do takim në episodin e radhës In The Flow. Mirupafshim. Faleminderit.